Ja gocani si doli pasta sfoglia që përgatita dje, me patate galbanino dhe djathë të grirë, vaj ulliri. E provova dhe doli fantastike. Eliana tha, unë nuk do ta akte mami, nuk më pëlqen, po pastaj e ngri 2 të prera. Edhe shoh si ka dalë krokante edhe e kuqe edhe nga poshtë, ka dalë super. Kush ka qef, le ta provoj dhe mund ta bëni, nëse s'keni galbanino nuk ka rëndësi, mund të hidhni dhe djathë tjetër, çfarë do lloj djathi që ju të keni në shtëpi. Tu kam ngrirë patate, një nga ato të embla dhe një patate normale, e kam prerë kështu në feta të holla, siç e shikoni, duhet të jenë të holla ato fetat e patateve. Dhe ja ku është pasta sfoglia siç thash. E kam hapur. Kësa radhe e mora të rumullak, se më vinë mirë të këto tepsit, se ajo katrorja në për tepsi katrore nuk, kurse këtu ka abastanca vend që ti mund të, e kam shpuar me pirua të gjithë, edhe i kam shtuar djathin e grirë. Djath të grirë në fund do të hithni goxha. Anësoren e pasta sfoglis e kam lënë të lirë, ja këtu kam shtruar patatet, feta, duhet ta lini të lirë se në fund fare do ta palosni pasta sfoglin. Nuk i kam hedhur as vezë as një gjë, kam bërë shumë të thjeshtë dhe doli shumë e mira. Edhe ja ku e keni të gjithë, siç kem vendosur patatet. I vendosni në këtë mënyrë dhe dalin perfekt. Edhe ja si doli. Yll me nene, yll kur i themi neve. I kam shtuar dhe pak vaj ulliri. Edhe këtu i kam shtuar galbanino, si që ju thash pak më parë, që mund t'i shtoni çfarë do lloj djathi që ju t'ju ndodh në shtëpi, çfarë keni në frigoriferin tuaj. Nuk është nevojë që të merrni me se s'bën galbanino, mund t'i shtoni mozzarella, i kam vënë dhe pak vaj ulliri gjithë pjesës rreth e përqark, ja si e kam palosur pasta sfoglien. Edhe tani e fusim në furrë, shiko si doli. Megjithmenë doli shumë e mira. Edhe ja ku ishte gati, kishte dalë fantastike. Ja gocani.